Janari i këtij viti ka nisur me temperatura të ulta dhe me det të trazuar, duke krijuar vështirësi të mëdha për sektorin e peshkimit. Kushtet e pafavorshme atmosferike kanë sjellë shqetësim për peshkatarët, por edhe mungesë të produkteve peshkore në treg. Sipas të dhënave nga Qendra e Peshkimit në Radhim, ditët e para të vitit janë karakterizuar nga një situatë e vështirë për ushtrimin e aktivitetit të peshkimit. Deti i trazuar dhe temperaturat e ulta kanë kufizuar ndjeshëm daljet në det. Megjithatë, edhe pse janari ka hyrë me rreth 10 ditë pothuajse të paralizuara për shkak të kushteve atmosferike, duket se ka patur edhe disa ditë pune, kryesisht këto të fundit. Sipas administratorit të Qendrës së Peshkimit Oriku, Sherif Durmishaj, numri i ditëve të punës ka qenë i kufizuar, ndërsa peshkatarët kanë nisur të sigurojnë ditët e fundit sasi të konsiderueshme peshku për tregun. Ne në shprehjen e peshkatarëve të vjetër dhe të sotëm, kur shikon borën, kur vishet mali me kurorën e borës, erdhi peshku, themi. Dhe në të keqen e saj që kushtet për veprim, për peshkim krijojnë probleme, nga ana tjetër është produkti që e ngro peshkatarin. Është e vërtet. Fakti i këtij viti ka qenë ky vit hyri me një 10 ditor shumë të ngarkuar, siç ju e keni përmendur, po dhe në deti ishte i pamundur për ta ashtu dhe ka rreth 3-4 ditë, do të themi me 14 allaturkën që ndryshoi dhe deti dhe u stabilizua në atë formë që tek e fundit peshkatarët dalin dhe gëzojnë atë ditën e punës së tyre. Patjetër, ka qenë një ndalesë, por nga ana tjetër, krahas ndalesës ka sjellë produktin sepse ftoja e kohës, bora në male, si them unë, shoqërohet gjithmonë me një produkt më të plotë të peshkimi. Atë që tham kur i thotë ti mosh miqari dhe zarari, bashkë janë në këtë pikë. Ndër produktet që kanë patur pranim më të mirë gjatë këtyre ditëve pune është sardelia, e cila ka qenë në sasi të kënaqshme për tregtim. Po ashtu, janë kapur edhe lloje të tjerë peshqish në varësi të ditëve të punës dhe kushteve të detit. Kam pas produkt goxha, bile edhe një tona sardelia këtu ka ditë e dytë në punë dhe ka pasur produktin goxha të mirë. Edhe një sardele cilësore, e madhe, edhe sasit kanë qenë të do të themi të konsiderueshme për ditën e punës së tyre. Shiko, kocja kuptohet në momentin që lëviz detja, kocja lëviz gjithë peshkubardh, kocja, sinagridhja, saragoj dhe këta që gjuajnë, domethënë flota artizanale jona këtu. Ka pas, domethënë ditët e nëse ka qenë një ditë pune, ka qenë për 4 në ditë normale apo për 5, domethënë vlera e produktit. Atë që thash pak më para që në fund të fundit ato 10 ditë që qenë ndalesë totale justifikuan këto 3-4 ditë që gjuajtën dhe në një farë mënyrë sasia peshkore që e konsiderueshme. Qendra e Peshkimit Oriku në Radhim konfirmon se peshkimi është përshtatur me sezonin. Sipas Durmishajt, janari konsiderohet muaji i lavrakut, një nga peshqit më të kërkuar në këtë periudhë. Kjo ka ndihmuar që pavarësisht vështirësive, tregu të furnizohet pjesërisht me produkte cilësore. Për të njohur edhe qytetarët apo turistët me prodhimet peshkore gjatë muajve, Qendra e Peshkimit Oriku sjell për herë të parë edhe një kalendar. Neve duke ambientuar dhe me biznesi, me tipologjinë e biznesit që bëjmë, kemi sajuar, do i themi, një kalendar që sot, mbase nuk janë të nevojshme, janë telefonat dhe gjithë teknologjia, por diçka naturale duke përshtatur me sezonin peshkor, domethënë çdo muaj kemi vënë një, nuk është e thënë që nuk ka ja dhe lavraku mandit atje. Edhe ky është muaji i lavrakut. Janari, edhe në vazhdim, domethënë prilli maj fillon me karkalecin e madh të tokës e me radhë. Ua bëj dhuratë edhe juve si televizion, të paktën fare në këtë formë ne krijojmë një kulturë bazike për sezonin peshkor. Nuk është e thënë sepse nuk gjen gjuzë në një muaj tjetër apo një peshk tjetër, por është në këto muaj që ne kemi përcaktuar është tamam ajo pjesa që ka më shumë sasi të këtij lloji peshku, siç është janari për shembull që ka lavrakun sot. Kuptohet që klima po ndryshon e gjitha me radhë, por vazhdojmë akoma të kemi një ritual të caktuar. Edhe pse nisja e vitit ka qenë e vështirë për peshkimin, për shkak të motit të keq dhe detit të pamundur, disa ditë të favorshme kanë bërë të mundur sigurimin e prodhimit peshkor. Peshkatarët shpresojnë që përmirësimi i kushteve atmosferike në javët në vijim të sjellë më shumë ditë pune dhe stabilitet në tregun e peshkut.